ankesave. Marrim një thirrje tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Me kënd po flasim? Jetë bisedu me Bekimin Lipjar. Po, zotri Bekim, cili është problemi? Nuk kam diçka në një problem shumë të theksun, po dishta me tregu se Po. një parking që është ndërtuar me nëntokësor në Lipjan. Po. Asnjëherë i ka dikon për 200 vetora paravorësisht është. Është në rregullu fort mirë, krejt në rregull është, po nuk ki mundësi asnjëherë me parku vetorën aty, për arsye se është edhe komuna afër, nuk e di ndokët ata punëtor të komunës i parkojnë vetorat aty, të ditën i lanë aty, sigurisht edhe policia, që ata që shkojnë herën në punë, dhe me thotë ditën nuk i mundësi asnjëherë me lanë kirrën në të parkim. Na do të milon rrugëve dikon ku morëm dënime prej policive, për gjithçka. Po. Pra zotri Bekim, ta kuptojmë edhe një herë. Pra është ndërtuar një parking nëntoksor, po thua? Po. Dhe aty pra është në afërsi të vendbanimit tuaj. Jo, është në Lipjan, ndërmjet komunës edhe policisë. Po. Dhe pra është pa pagesë këtu, apo? Pa pagesë është ndërtuar shumë bukur, shumë mirë, këtë në rregull është, po parking për me parku veturën, nëse ki punë komunë diçka, nuk i mundësi me gjetë vend aty. Tash ai lën njerëz veturat aty për kohë gjatë. A janë banor, apo janë punëtor të komunës, shkojnë me mëngjes me vetura, i lën veturat aty edhe shkojnë punë, punojnë 8 orë, 10 orë, ku e dione, edhe nuk i mundësi me gjithë parkim kurrë atë. Kjo është ankesa jam që më shqetëson më shumë. Edhe kisha pas dëshirë, të paktën se në kohën e sezonit, kur vjen diaspora, ai parking më shfrytëzu vetëm për morgjimtar. Se s'ka në